Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të votojë qeverinë e re të propozuar nga mandatari Albin Kurti. Vetëm 56 deputet votuan pro, 52 kundër, ndërsa 4 abstenuan, duke lënë vendin në një pasiguri politike dhe institucionale. Gjatë fjalimit në kuvend, Albin Kurti paralajmëroi se mungesa e votimit të qeverisë mund të çojë vendin në një krizë buxhetore. Pa votimin e qeverisë së re, Republika rrezikon të shkojë në zgjedhje pa shumë institucione funksionale dhe pa buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm. Kjo do të nënkuptonte rrezikim të pagave, pensioneve, shtesave për fëmijë, furnizimit me barna dhe projekteve kapitale, tha Kurti. Edhe ministri në detyrë i financave Hekuran Murati paralajmëroi pasojat e rënda që mund të ketë vendi. Në seancën e sotme janë dy mundësi, ose do të kemi qeveri Kurti 3, ose vendi do të shkojë në zgjedhje duke rrezikuar buxhetin, planin e rritjes së BE-s dhe funksionimin e institucioneve, u shpreh Murati. Kosova e ka nisur vitin 2025 me shpresë për stabilitet politik, por sfidat nuk munguan. Tani shteti përballet me rrezikun e mosmiratimit të buxhetit për vitin 2026. Ish-ministri i ekonomisë Haki Shatri paralajmëron për pasojat e mundshme. Buxheti është baza materiale e funksionimit të shtetit. Nëse i rënohet kjo bazë, shteti falimenton. Kosova përballet sërish me dilemë politike, qeveri e re apo zgjedhje të reja. Ndërkohë qytetarët, bizneset dhe ekonomia presin me pasiguri se çfarë do të ndodhë ditëve në vijim.